Janë sepse në një martesë nuk ka sinqeritet, numër 1, edhe nuk ka turp. Kur sinqeritet, kur një femër nuk ka turp, ajo është në gjendje çka mos me bë. Kur ka liri të shfrenuar, gruaja nuk e din pozitën ku e ka te baba, si vajzë, te burri, familja e burrit si nuse dhe familja e vet si nën, si grua. Për cilët, nëse i studiojmë në mbrendi ato vrasjet, ka pas raste që burri gruan e ka vrarë vet, edhe u ka paraqit në polici dhe ka pas arsye, ka thonë për çet. Edhe pse jo nuk arsyetohet, sepse vrasja, Zoti thot, unë jam sunduesi i qiellit edhe i tokës, unë e kam kriju lindjen edhe vdekjen. Por vdekja që si na vije, në çfarë mënyra, ajo është pak e turpshme. Prandaj unë mendoj se këto vrasjet nuk kanë të ndalur, për arsye se jemi të ballafaqur me dy faza të modernizmit, patriarkalës, fetarës, fesë, religionit, edhe këto dyqysh po bëhen një kolorit jo i bukur, edhe po vjen deri te vrasja, e vrasjen Zoti nuk e ka leju, kurse si, por po ndodhin dhe kjo është 2 faktorë mendoj se janë. Nëse ju intereson, kjo për 2 faktorë kryesor janë për mendimin tim si sociologe, si psikologe, se mirëm me të drejtat e grave dhe me problemet në zyrën time, në problemet bashkëshortore, janë sepse në një martesë nuk ka sinqeritet, numër 1, edhe nuk ka turp. Kur sinqeritet, kur një femër nuk ka turp, ajo është në gjendje çka mos me bë. Çka po nënkupton? Për shembull ajo reklamohet në TikTok me lloj-lloj kërcime, bukuri, artificiale, e tjera. Në realitet prapa perdeve e ka jetën katastrofë. E kështu që ai turpi ka humbë te femrat, jo te të gjithat, sepse na mund ta keqpërdorim rrjetet sociale. Prandaj kur po krijohet ky turpi, mospasja e turpit, edhe aty është jo sinqeriteti, aty çka krijohet mandej është e barabartë me lirinë e shfrenuar. Kur ka liri të shfrenuar, gruaja nuk e din pozitën ku e ka te baba, si vajzë, te burri, familja e burrit si nuse dhe familja e vet si nën, si grua. E ka humbë rolin e vet, e ka humbë pozitën në shoqëri duke e keqpërdor lirinë e vet.